Mirëmbrëma të nderuar shikues, ja ku jemi sot përsëri në rubrikën Gjë Okult. Jam me të ftuarin me mikun ton të zakonshëm dhe të përhershëm, zotin Kastriot Shipi, për të biseduar dhe për të parë një çik nga lart se çfarë po ndos në këtë dynja. Dhe ju e dini që ato që ndodhin nëpër botën e madhe ndikojnë këtu në botën tonë të vogël, se mund të jetë ndonjëri thotë, unë dua thotë ku e bëri çiçin ky, ku e bëri çiçin ai, nga këtu lojtarët e veckël. Po këta gjithmonë janë ndikuar në historinë tonë të brendshme, gjithmonë nga lojtarët e mëdhenj të jashtëm, nga faktorët e jashtëm. Para se të filloj, dua t'ju kujtoj atyre që rastësisht e kanë hapur këtë kanal dhe mund të jenë dy thundrak, nuk e kam me ata, e kam me ata që mund ta kenë hapur rastësisht dhe kanë gisht, pra janë njerëz, identifikohen si njerëz, të shtypin, të klikojnë atë butonin ku thotë subscribe, se është pa lek, pa mundim, vetëm një klik. Dhe me njerë kini informacionin për të gjitha ngjarjet që ndodhin këtu në kohë reale. Vjen njoftimi sa herë që podcasti në Okult ndonjë diçka, ndonjë emision me fjalë të arta që nuk shkruhen në karta. Këta mos e harroni, sepse fjalët e arta thuhen vetëm në podcasti Okult në Shqip. Dhe ju e shikoni që emisionet tona janë të veçanta për sa i përket qoftë në lloj, qoftë në këndvështrim. Nuk janë as pak zyrtare dhe të zgjedhurit që vinë këtu në podcastin Okult, sigurisht janë nga ata që kanë një këndvështrim jo zyrtar, jo këndvështrim me mashtrime dhe me gënjeshtra për të vënë delet në gjumë. Pra, ky s'është emision për dele, nuk është për ata që duan qumësh, është për ata që duan të hanë mish. Ata që duan të pinë qumësh, asnjë koment dhe të largohen me vrap nga ky podcast. Falenderojmë gjithashtu dhe të ata kontributorët që e mbajnë në këtë emision, sponsorët e përgjithshëm, të cilët ne i kemi përzgjedhur dhe janë të linjave tona dhe janë sigurisht të rëndësishëm në llojin e vet. Kush do ndonjë shërbim nga vizitorët e kanalit ton në llojin e tyre, ju vazhdimisht do t'i keni këtu në ekran ton të hedhura dhe mjafton një googlim në Google dhe gjeni menjëherë mënyrat e kontaktit me ta dhe nuk do të ngeleni të zhgënjyer për llojin e biznesit të tyre. Kastriot, mirë se më ka ardhur. Dëshironja njëherë të flisnim për këtë situatën e brendshme këtu, si e shikon zgjedhjet e 11 majit, pjesëmarrjen e këtij lacivitës këtu nga Departamenti Amerikan i Shtetit, duket se ka një kontradikt, ndërsa i ngre dy gishtat dhe mbështet PD-n me Fatmir Mediun që nga Shtetet e Bashkuara, ndërkohë Shtetet e Bashkuara në Departamenti Amerikan i Shtetit në ato deklaratat e veta duket se nuk ka asnjë qasje për të hequr non gratën e kryetarit të opozitës, e liderit të partisë më të madhe historike të PD-s, zotit Sali Berisha, dhe duket sikur është i njëjti këndvështrim dhe i njëjti qëndrim përballë familjes së tij, sepse dihet që ka akuza për dhëndrin e vet, për vajzën e vet, për djalin e vet. Akuza ka vetëm për dhëndrin. Për djalin dhe për vajzën mund të ketë spekulime, thashë theme, po akuzë në kuptimin institucional të fjalës, ligjor të fjalës. Thashë theme, ka dhe veprime nga spaku, ka bërë hetime paraprake, është thirrur, janë marrë numrat e telefonit, është bllokuar telefoni. Hetime paraprake? Po pra, mund të ketë edhe për mua edhe për ty, po nuk ka akuzë. Jo, s'ka për ne, po të kishte për ne, do të theshim që jemi të dyshuar. E kam fjalën që nuk përbën ndonjë problem të jesh në hetim për sa kohë nuk ka një akuzë ndaj te. Po, dhe shikojmë një reorientim të liderit të mazhorancës së sotme, zotit Edi Rama, i cili nuk flet më për amerikanët, po kaliti i betejës elektorale është pasaporta e Bashkimit Evropian. Dhe nga do vete e luan këtë kartë që ju do merrni pasaportën. Në qoftë se ne kjo ka qenë një përpjekje e madhe e shqiptarëve për të hyrë në BE dhe ka 32 vjet
30 vjet, 35 35 vjet. që nga thirrjet e studentëve në dhjetor 90 duam Shqipërinë në gjithë Europa. Madje nuk e di nëse e diti që i pari atë natë në 8 vjetore kam hedhur unë këtë. Dhe për këtë ka dëshmitar. Këtë kur kam qenë student i dhjetorit, kjo ka qenë slogani që odha unë më 8 vjetor dhe që mbështetën të gjithë atë natë dhe në ditët në vazhdim. Por ka 35 vjet që përpiqet Shqipëria për të hyrë në Bashkimin Evropian dhe tash që është në finish, ky përpiqet të marrë gjithë garën. Gjithë garën kam qenë unë, kryesues, kur dihet që në etapa të veçanta kanë qenë të tjerë që kanë përfaqësuar garën me stafeta të hyrjes së Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ky po përpiqet të marrë të gjitha meritat. Nuk e dim nëse në fakt është vërtet finishi siç e paraqit ky për të hyrë në Bashkimin Evropian apo jo. Por kushtet dhe rregullat e lojës kanë ndryshuar. Në atë kohë kur thamë ne të hyjmë në Bashkimin Evropian, ne nuk e dinim se cilat ishin faktorët dhe vektorët e fuqisë që vepronin në perëndim, dhe sot shikojmë që Evropa është në kontrollin e asaj quhet Kabala ose City of London, ndërsa dy superpowerat ushtarake, dy superfuqitë, Amerika dhe Rusia, janë bashkuar bashkë Trumpi dhe Putini kundër kësaj fuqie të vjetër që ka ngelur tash vetëm në Evropë, ka ikur nga kontrolli dhe Amerika me sa duket, dhe Rama duket se ka zgjedhur Evropën. Nuk është se e ka zgjedhur Rama, se dhe nëse ata do ta pranonin Ramën, nuk do kishin ndonjë gjë me Ramën dhe do ta mbanin si aleat të tyre në Ballkan. Përsëri loja ka ndryshuar dhe duket që Amerika po të riqet në zonën e hemisferës së vet atje në Amerikën e Veriut, ku ka shfaqur pretendime për të marrë Kanadan, që i kemi diskutuar dhe më parë, dhe Groenlandën. Dhe duket që në qoftë se do ndodhin këto, dhe mund të ndodhin, do të ketë një konflikt midis Evropës, e cila kërkon të ruajë kontrollin mbi Kanadan dhe mbi Groenlandën. Dhe nuk është se Rama ka zgjedhur Evropën. Problemi është që Amerikanët nuk e duan Ramën, edhe sikur të doj Rama të vejke Amerikanët, sepse po ndahen ato sferat e fuqisë dhe të lojës gjeopolitike, pra kanë ndryshuar gurët e shahut në pozicionet e tyre dhe janë lidhur aleanca të tjera. Si mendon ti që do të vej, kanë hyrë disa parti të reja në lojë, disa aleanca të reja, nëse ato do të mund të marrin vota sa për ta kaluar Ramën që pretendon që do jetë fuqi e parë dhe që mund të jetë deri në këto kushte që janë sot, nëse SPAK-u do hyjë si faktor përsëri në lojë për ta ndryshuar atë fituesin e radhës, pra për të dëmtuar nëse godet njerëz që janë afër Ramës të përfolur si Balla, si kjo zvenës kryeministra, si ish sekretari përgjithshëm i kryeministrisë, dhe njerëz të tjerë të përfolur për, domethënë si njerëz që janë në hetim nga SPAK-u, në qoftë se do të ketë goditje apo jo, si ta merr mendja ty do ndryshoj vota e trupës elektorale në favor të ndonjë shumice tjetër. Unë mendoj për shembull nga ana time që PS-ja është forca e parë, mendoj, nëse në këto kushte që është sot, nëse s'do ketë goditje të tjera në imash të PS-s nga SPAK-u, dhe nuk do ta bëj dot qeverim vet, pra do krijohet e njëjta situatë si në Kosovë. Unë mendoj që Shtetet e Bashkuara nuk duan as leadershipin e PS-s këtu, as leadershipin e PD-s. Të paktën nuk kanë mbështetur asnjërin nga këta. Evropa, Kabala, City of London, qendra, duket që mbështet Ramën fuqimisht. Ose bëhet Odiri që do vijë, që do jetë ajo që do certifikojë zgjedhjet, varet në si do të jetë kontrolluar nga Shtetet e Bashkuara apo nga Evropa, dhe ka gjasa që më shumë të jetë kontrolluar nga Kabala, nga Evropa, sepse ose bëhet Odiri ka më shumë lidhje me Evropën. Dhe këta do të ndihmojnë sigurisht Ramën për të marrë ato mandatet e diskutuara në zonat diskutuara që ai të bëjë mbi 70 vende në parlament dhe të bëjë qeverinë. Si mendon ti këtë lloj
tabele të politikës së brendshme që kemi përpara. Si e lexon? Ti hape shumë paranteza, po unë shpresoj ti mbaj mend të gjitha ato që hape. 2-3 gjëra, kush mund të fitoj dhe a mund të ketë ndryshime nëse godet së Unë mendoj që opozita e ka pasur dhe e ka shansin të fitojë zgjedhjet nëse luan siç duhet. Sot Sali Berisha po mundohet të bëj mbështetësit e tij apo mbështetësit potencial të besojnë se ai në qëndrime dhe në veprime do të jetë afër Trumpit. Po unë nuk shoh, vazhdoj të mos shoh tek Partia Demokratike një linjë të qartë konservatore dhe sovraniste. Berisha u bë padashur me Trumpin, se Berisha është kabalisti më i madh të 35 vjet. A është apo jo kabalist, nuk e di, po unë di këtë që në Partinë Demokratike, që nga Berisha të gjithë tjerët janë rreth tij, nuk guxojnë të deklarohen në haptasi mbështetës të vijës sovraniste konservatore të Trumpit. E kam thënë për këtë gjë edhe për Melonin në Itali, që ca gjëra i thot, e ca gjëra i bën. Meloni ka mbaruar institutin Aspen, vëlla, e di apo jo? Instituti Aspen është qendra e kabalës. E di, po gjithsesi në artikulim është më djathtë se sa është, më konservatore se sa është Berisha. Berisha, për shembull, para pak ditësh doli kundër Erdoganit, që unë nuk e di se kush e këshilloi ose kush duhej ta ndalonte atë deklaratë të Berishës dhe nuk e ndaloi. Kur kemi të bëjmë me arrestimin e një kryebashkiaku që akuzohet për korrupsion, a është e drejtë apo e pa drejtë akuza, e bazuar apo ne nuk e dim. Kështu që thjesht duhej pak kujdes. To janë qëndrime politike, s'kan lidhje me drejtësi. Ndërkohë Erdoani është një lojtar shumë i rëndësishëm në rajon dhe unë do të thoja që Berishës dhe të gjithë opozitës i duhet mbështetje Erdoanit. Nuk e do, okay. Të thuash që e ka sakrifikuar këtë mbështetje potenciale për shkak të parimeve, sepse ka konstatuar se vërtet Erdoani është një diktator që po shtyp opozitën, pse se ka bërë një të deklaratë për Rumaninë, ku gjëja është haptasi në dritë të diellit. Gjykata kushtetuese vendos Alfred Sako nuk më pëlqejnë sytë e tu, nuk do kandidosh për Kalin Georgescu. Për ata që se është Kalin Georgescu, është dhe Diana Shoshoaka, janë dy kandidatë të përjashtuar. Pra ty të thotë s'më pëlqejnë sytë e tu, mua më thotë nuk më pëlqejnë se ti je pa flok. Është kabalist, vëlla. Është nga halli me Trump. Kështu që këtë unë e shikoj problem, sepse unë vazhdoj të besoj që siç besoja edhe në kohën e Lul Bashës, që një opozitë e artikuluar, e vendosur, që nuk ka nevojë të bëj një enciklopedi të tërë për program. 10 pika konkrete. Do bëj këtë. Por do t'i qëndroj fort dhe çfarëdo që të ndodh këto pika nuk i lëshoj. Referendumet, për shembull, ndalimin e punësimit të huajve, kur ti je në këtë drejtë që je, që çdo marrëdhënie me Europën të shikohet në mënyrë kritike për të parë ku është interesi ynë kombëtar, jo interesi i Europës. Boll me këtë paturpsi të mbështetjes pa kusht të Izraelit edhe të Ukrainës në luftra që i kanë shkaktuar vetë, që kanë shkaktuar një lumë gjaku të dy palët. Kur unë thoja, nuk e bënte këtë pra. Zelenski, fuck you, kur e bënja, mua më ndaluan ke ABC-ja, më thanë, ose kërkoju falje ke emisioni Zonë Lirë, ata drejtuesit, jo Çani. Ose kërkoju falje, më thanë, Zelenskit, kur do bënde vizitën në Shqipëri, i thashun go home. Do më thënë Zelenski ishte krishti, s'mund ta preketi. S'mund ta shanje dhe u mbyll kontrata që unë të shkonja ke Zonë Lirë. Nga ana tjetër ti përmendë këtë çështjen e nëngratës. Unë nuk jam marr kurrë, them drejtën me këtë, sepse më zhdukur gjithmonë një furtunë gotuj. Tamam, ashtu është. Nuk të le pa vota shpallja nëngrata, ashtu si edhe heqja e nëngratës nuk të jep automatikisht vota. Unë mendoj që janë shumë pak njerëzit që gjykojnë në mënyrë kaq idiote, kaq sipërfaqësore që po që nëngrata nuk e jap votën, po që grata në Amerikë e jap votën. Grata është Rama në Amerikë, dhe çfarë pastaj? Duhet t'i jap votën me ato që ka bërë, dhe që vazhdon të bëjë, dhe që premton që do bëj. Po dhe po mos jetë Rama, çam duhet mua se një shtet si jep vizën liderit tim, puna e madhe. Kush do gjë tjetër? Shpo nga mund me vizën. Po patjetër më tregoj çfarë do bësh për mua. Ai mund të ketë mbrojtur interesat e vendit dhe ata nuk e duan për diçka dhe nuk e japin vizën. Ashtu siç mund të ketë shitur interesat e vendit ai vendi huaj dhe ai vendi huaj e shikon si mik. Ka drejtë të shikojë si mik. Pra kjo s'ka lidhje me votën nga shqiptarët fare. Pastaj na del ky kryetari i majorancës që i quajtë ti, kryeministri, me pasaportën e BE-s edhe në tonë do thotë të hynin në BE. Mirë, po ta vëshërim me kujdes, ka një koordinim. Se komisionerja Kos ka thënë Pardien mos gaboj që
në vitin 2027 mbyllen negociatat me Shqipërinë. Mbyllen negociatat do të thotë bëhesh vend antar. Se s'ka mbetur gjë tjetër. E para njëra ai nuk mund të mburret fare edhe sikur kjo të ndodh, megjithëse unë besoj që nuk ka për të ndodhur në 2027, sepse Europa po tregon që udhëhiqet nga gjeopolitika, jo nga ekonomia. Europa nga niveli ka avancuar shumë më shpejt, po fare demokracia s'është në pyetje hiç. Ata s'kan për vete demokraci. Moldavis i ka hapur dritën jeshile, Ukrainës që është në luftë dritën jeshile, Gjeorgjisë që është matan thellë nazi, e kanë bërë një interpretim tani është pjesë e Europës tonë edhe Gjeorgjia. Pritet kur të thonë që edhe Armenia është pjesë e Europës. Ndërsa Shqipëria është akoma në pritje. Turqia është sa më larg. Ti e dëgjove para një javë Erdogani tha, do t'i hapim ato negociatat ne apo Jo është bën presion është 80 milion banor. Duan të marrin ushtrinë e Erdoganit për të në rast se një lufte me Rusin, ta kenë si pikën kryesore. Po tani duhet dhe ekonomia, edhe tregu, edhe mbështetja që ai i jep me valët e refugjatëve që i mban në kontroll atje. Edhe mund të ndryshojë gjeopolitika, patjetër që mund të ndryshojë. Por ky kryeministri që sot na tund pasaportën europiane, duhet ende të mbaj premtimin e ujit 24 orë. Që e ka marrë përpara zgjedhjeve të 2013-s. Kur ishte në opozitë, ky thoshte është një turp, është një skandal. Është e paparë që akoma s'kemi ujë, jemi në këtë vit. Megjithatë që jam kryeministër, tha do kujdesem personalisht, thoshte, dhe do ma kërkoni mua llogarinë personalisht brenda mandatit parë, po nuk sigurova ujë 24 orë në gjithë Shqipërinë. Pse vetëm këtë gënjeshtër ka? Po marrë një gjë që është e thjeshtë fare. Po marrë një gjë që është e thjeshtë. Nuk ka ndodhur në kataklizëm për naftën në Shqipëri. Mban mend si tha, do me Luk Floriri, pensionistët kështu. Pastaj e çmontoi për skrap edhe rafinerinë. Ti përmend edhe partitë e reja. Gjithmonë kur krijohen partitë e reja, në parim është mirë. Është mirë se lëvizin gjërat, ka shanse për ndryshim. Po vlen ajo aksioma që unë e kam zbuluar instinktivisht në 90-ën kur Ramiz Alia tha do fusim organizatat e masave në zgjedhje. Ato që deri dje quheshin me krenari, rripa transmisionit të Partisë Punës. Sa janë të reja vërtet këto organizata? Pra këto parti. Sa përfaqësojnë ide të reja? Unë nuk shikoj asnjë ide të re. Këta po thonë Rama i korruptuar, Berisha i korruptuar, na votonin ne jemi të pakorruptuar. Këta e kanë në funksion ti që ato s'marrin vota, apo tash jo ato mund të marrin vota, po bën analizë si duhet të kenë ato. Po çfarë do të japin Shqipërisë? Pavarësisht nga kjo, unë them ta diskutojmë thjesht kështu, mendon ti që ato do marrin vota kështu siç janë? Unë mendoj që të gjitha partitë e vogla luajnë për maksimumin një mandat në Tiranë. Asgjë më shumë. Për sa mandate bëhet fjala gjithsej? Nga partitë e vogla? Për 4-5 mandate hiq Tom Doshin. Tom Doshi ka elektoratin e vet. Tom Doshi profesional. S'është në Tiranë. Jo, është edhe në Tiranë. Është, po në zgjedhjet e kaluara ka marrë mandat në Tiranë ai. Mori mandat në Tiranë. Po, mori 2 në Shkodër, 1 këtu. Po, unë e di që ka marrë vetëm ato 2 në Shkodër. Jo, më ka marrë edhe 1 në Tiranë, ka 3. Po, domethënë ti thua që 4-5 i marrin këto. Unë them që luajnë për 4-5, ai marrin apo jo nuk e di. Për shembull shok tani në fund që është në rënje aleanca Shabani Lapaj sepse Lapajt po i dalin shumë të palara domethënë. I është qepur me bukë në trast Agron Shejaj me drejt, e ka kundërshtar, luan për të njëjtën se s'po mbien fjala shqipull, pra të njëjtën pellgë votash. Unë shikoj që Agron Shejaj është më afër PD-s, kurse këto të tjerat janë ndoshta më afër PS-s, do të thënë disa nga këto të reja. Nuk flas për dashejën e për ata, se ata sigurisht janë nga krahu i PD-s, qofse do marrin mandate. Po kjo mendoj unë që është arsyeja, nuk është thjesht xhelozi e luftës që ka plasur midis tyre të voglave Agron Shejaj dhe këtyre. Dhe Arlind Qori sigurisht që është nga e majta në qoftë se merr vota, mund të bëj koalicion me PS-n. Se cili prej tyre do të tradhtojë veten nëse bën koalicion me Ramën. Po, dhe kjo është ata thonë që ne kemi dalë, kemi në skenën politike për të rrëzuar Ramën. Edhe nesër ti bën koalicion me Ramën. Shumë gjëra thuhen para zgjedhjeve dhe s'mbahet fjala pasaj për koalicionet e për këto thonë na detyron kjo, na detyron ajo që të mbijetojmë kështu. Jo, ka një gjë, me që u hap kjo parantezë. Ka një mënyrë që u shpëton fytyrën të gjithëve këtyre. Për mua mënyra do ishte kjo. Mbështesim koalicionin opozitar për të bërë qeverinë, por pa Berishën kryeministër. Nëse bëjnë këtë, si mendon ti? Janë të pranueshëm.
kush do marrë mazhorancë? Do ketë ndonjë nga forcat që do marrë mazhorancë apo jo dhe Majorancë absolute askush. jo absolute. Mazhorancë për qeverinë. Po pra, ajo është absolute, mbi 50%. Jo, nuk do ta marrë askush. Do më një me mendimin tim. Por nëse Partia Demokratike nuk luan aq fort sa duhet, mund të renditet e dyta, dhe nëse renditet e para, në bazë kushtetutës ka kohë Rama të blej vota për të bërë qeverinë. Dhe kjo pastaj është situatë shumë e rrezikshme, se edhe nëse nuk blen partitë të Po tëra, të dalë Rama i dyti mund të bëjë qeverinë. po të dalë Rama i pari. Ai pari po. Pavarësisht se s'ka mbi 50%. Rama i pari është situatë tepër e rrezikshme se do blej në mënyrë individuale deputet. Po patjetër. Dhe do shikojmë çuditëra. Ndoshta gjitha partitë deputet se do t'i vëmë vetë këto të voglat për të bërë qeveri. Jo, më këtë po them. Ndoshta edhe këto partitë thonë nuk ta japim votën. Po ai deputeti që këta kanë deleguar në parlament, do thotë do votoj unë, se s'ka rrugë tjetër. Po. Siç e ka treguar dhe tjera kur u Se tërroq. ka rënë turpi tani. Domethënë u bë e zakonshme kjo që deputetët apo kandidatët për deputet kalojnë nga një parti ke tjetra pa kur far problemi, pa u lodhur ta motivojnë, nuk kanë turp më. Nga PD-ja ke PS-ja. Do të regoj një histori të vogël për këtë, kur kam qenë vetë deputet për të parë, them këtu, po pa përmendur emra. Kur isha unë deputet, u votuan ra qeveria njerë, qofse të kujtohet që dha Luan Rama Dorëheqje si ministri i brendshëm, që u grind në atë Baba Ramon. Dhe ndërkohë ishte edhe ministri i jashtëm, Ilir Meta kishte Dorëheqjen se po krijonte LSI-n, qofse të kujtohet, ka qenë viti 2005. O 2004, o 2005, 2004 mund të ketë qenë. Edhe filluan këta të blinin votat këte nga opozita, sepse s'kishin votat, se Ilir Meta të roqi në goxha deputet dhe s'kalonin do 70 nga për të marrë 2 ministrat e rinj. Dhe votbesimin nanoja që u rikthyen si kryeministër, fundin e 94-s më duket ka qenë. Edhe dhe në ato veprime tha, u fol atëre që ishim blerësa deputet, se kushti ishte kështu që mjafton të mos vinje në seancë, nuk kishte nevojë ti të votonje kundër pro Parti Socialiste. Ti nuk vinje në seancë dhe rregulli ishte që duhet kishte mbi 70 pjesëmarrës dhe mbi gjysmën të votonin ministrat e rinj. Më kupton, dhe këta tash nga që s'mund të vinin të votonin 2 ministrat e rinj, disa nga deputetët e krahut ton, atëherë këta ju thanë juve vetëm mos hajdeni, kupton? Edhe kujt i dhanë një vilë në Gjiri Lalzi, jo këte nga Shkambi Kavajës, kujt i dhanë lek, kujt e kërcënuan me gruan që kish gjyqtare në këto gjykatat e Shqipërisë, që do të ta mbajmë në punë, nuk ta heqim, qofse ti zvjen. Edhe tash su dilte formula për një deputet. Edhe më dërgojnë njerën mua një mikun tim që shja shtetit ai tash, më thot mua, i thot, o vlla, tha, sikur të mos vish ti nesër, tha, me po i binde me këmbëngulje telefonit, unë ndërkohë los një futboll në darkë, kur e shikoj unë, çka ky tash unë që i ka rënë 30 erë kështu. E marrun kur mbarova ndeshjen. Çfarë ke tash? Tha, dua të takoj. Po të nesër në mëngjes që votimi, i thash, unë e lëm nesër mbas dite, i thash, nga mbrëmja. Tha, mua mos u bëj naiv tash, i thash, se unë dua të takoj tash, i thash, se kupton, kam propozime me interesa. Edhe erdhi, i thash, unë hajde më, i thash, e takova, këtë diplomati aty, edhe erdhi, tha, vlla, tha, ape gojnë, tha, vetëm mos hajde nesër, tha. I thash, unë, dëgjoj, i thash, mos ma thuaj me, i thash këta, i thash, unë se ti e një karakterin tim që unë si bëj këto gjëra, i thash, dhe më vjen çudi si ka ardhur, jo e ti, tha, po, ape gojnë, tha, çfarë do, tha, nga neve të ndihmojmë. I thash unë, është biznesmen ku, nga këta të fuqishmi. E i thash unë, dëgjoj, mos ma thuaj për dytë se janë ca gjëra që s'bëhen. Kur ai prap për tretë. Tha, tash mendoj mirë, më tha mua, se rastet të këtilla njerë të vinë jetë kështu. I thash, ti po më propozon mua të bëhem prostitut politike, i thash. I thash, po mirë, i thash. Por e paguar mirë, thaj. Prit. I thash unë, se ky kishte një të dashur që bashkëjetonte të bukur. I thash unë, po ti e nxjerr atë në semafor, i thash atë që ke. O, tha, që ke këta, tha. Në vend po e nxjerr, tha. Jo, tha, që ke këta më dha mua, tha, që po më thua, tha, po më fyen, tha. Po ti, i thash, ke gjysmore që po më fyen mua, po më bën propozim, hajde dil në semafor, i thash unë. Jam sa gjëra që s'bën, dhe ka ca njerëz që quhen burra në këtë vend, i thash unë, dhe
po humbëm edhe ne, thash, të zhdukemi dhe ne, thash, atëherë duhet të zhduket gjithë vendi, vllai, thash. Kështu që këtë muhabet, i thash unë, shkothoj atyre që të kanë dërguar, që ka ca burra këtu në opozitë, thash, që nuk thyeni, thash. Edhe kur do ikte, tha, vlla, tha, edhe kur i ka një temperaturë skuqe, më tha mua, tha. E thash, i gjitha se po tash numrin e mos më merr me në telefon, thash. Kupton? Do me thënë, kur i bën me ne në vitin 2004 që në atë kohë ishin të ralla, këto fenomene rallë ndodhnin, kupton? Kur guxuan i bën me ne dhe me një pjesë arritën, do me thënë, arritën rezultat, imagjino sot ç'a bëhet, do me thënë që të gjithë këta janë bërë prostituta politike, shiten dhe blien, nuk kanë as karakter, nuk kanë as nder, nuk pyesin se me çfarë formul kanë dalë, me kë parti kanë dalë, me çfarë program kanë dalë, kupton, dhe janë të gatshëm ti shiten ati që i paguan më mirë. Do më thënë, kjo që the ti... Po kjo është Konstituta e 2008. Ta ilustrova me një shembull se ma kujtove dhe nuk e kisha thënë ndonjëherë publikisht, se kemi historira pafund që si kemi thënë që mund t'i tregojmë ndonjëherë doradorës, po ja këto gjëra bëhen në politikë. Mirë Kastriot, unë them ta mbyllim këtë çështjen e ngjarjeve të brendshme dhe të vazhdojmë me atë që ti dhe unë kemi më për qef me situatën globale. Trump ka deklaruar para se të vinte të bëhej president gjatë fushatës, por edhe pasi filloi lufta në 2022, po mos isha unë, po t'isha unë president, nuk do ishte për lufta. Unë kam fuqi ta ndal luftën në një javë, tash s'mund të merret kjo një javë në mënyrë literale, sigurisht, po domethënë ideja është që unë mund ta ndaloj luftën shumë shpejt. Mirë, po ikin disa muaj dhe duket që është e vështirë vendosja e paqes. Duket që Rusia ka një oreks më të madh se sa territore që ka marrë, që me gjithë Krimen llogariten rreth 19% e sipërfaqes gjithë Ukrainës dikurshme, para 14-s. Mirë, po ata kërkojnë rreth 26%, kërkojnë edhe disa qytete të tjera, siç janë Mykolaiv, Kharkiv, Odesa, Dnepropetrovsk, gjithë ato zonë që Putini dhe propaganda ruse e quan Novorossija, pra Rusia e re. Këtë po përpiqet ta bëjnë përmjet marrëveshjes së paqes. Ky Waltz ka deklaruar që garancit e sigurisë së Ukrainës do të jenë në përputhje me territoret që do të lëshojë Ukraina. Do më thënë, po e them me fjalët e mia, ideja është kjo që në qoftë se Ukraina pranon t'i lëshojë Rusisë ato pretendimet për Novorossijan që ka më shumë rusisht folës se sa ukrainisht folës, në qoftë se mund ta quajmë kështu, s'bim ndonjë gabim, atëre garancit do t'jenë më të mëdha që Putini nuk do të ketë më orekse për luftë. Por në qoftë se Ukraina do këmbëngul për të lëshuar maksimumi vetëm territoret e pushtuara, vijën e pushtimit që është 2100 kilometro e poshtë, atëre ne nuk japim garanci të mëdha që Ukraina në të ardhmen nuk do ketë përsëri luftë me Rusinë. Kjo është ideja. Ndërkohë, mbas konfliktit që pati Zelenski me Trumpin në Shtëpinë e Bardhë dhe me zëvendës presidentin, në atë takimin klasik që do mbahet mend gjatë në historinë e diplomacisë botërore, atë konfliktin para kamerave, konfliktin e egër, me Vencin, ai sa po kthye nga Rusia, mbajti në City of London, në qendrën e Kabalës, dhe takoi Starmerin dhe pastaj pati një vizitë tet-a-tet ku shtypi nuk foli asgjë me njeriu më të rëndësishëm të botës, se mendoj unë që është mbreti Charles i dytë. Dhe duket që Evropa nuk do të dorëzohet përballë ndarjes që do të bëjnë dy superfuqitë të Ukrainës dhe të paqes në Evropë. Ndërkohë, nga ana tjetër, Anglia dhe Evropa i kanë bërë thirrje Izraelit që të lejojë zbatimin e planit të Egjiptit për të ndërtuar me $64 miliard investime gazën e re. Pra gazianët të mos largohen. Ndërkohë Trump duket që
i thot Izraelit do bomba, merri bombat, bëj çfarë duash ande, u s'kam interes, kam më shumë naftë në Amerikë se sa ande. Lindje mesme s'kam ndonjë vlerë për mua, aq më tepër që kompanitë amerikane që shfrytëzojnë naftën në lindjen e mesme janë pjesë e kabalës, janë Rockefellerët. Unë ata si kontrolloj dot, le të bëjnë çfarë duan, unë do nxjerr naftën time këtu, ekonominë time, nevojat energjetike unë i plotësoj dhe mund të eksportoj. Ka një kakofoni dhe interferenca të ndryshme në Amerika kërkon të shkëpus Trumpin nga BRICS dhe nga lidhja me Kinën. Po lidhja me Kinën është jetike për Putinin sepse ka transferuar gjithë rjetin energjetik që e shet gazin dhe naftën nga Evropa, kur i prishën tubët, i ka kaluar në Kinë dhe Indi. Ndërkohë të njëjtin gjë po i kërkon Kinës dhe Evropa, e cila nuk do që të ketë një luftë midis Amerikës dhe Izraelit dhe Iranit, sepse në qoftë se Irani do kalonte në kaos, Kina s'do kishte më burime energjetike dhe do qëndronte e lidhur me Rusinë për jetë vdekje për të marrë burimet. Dhe këta duan të ndalojnë luftën këtu që Kina të ketë burimet energjetike nga Irani të garantuara. Dhe ndërkohë i thon Kinës që bëu aleate me ne Evropën, me kabalën, dhe teritoret që të duan ty mund t'i marrësh këtu në Rusi pasi të shpartallojmë Rusinë. Dhe ndërkohë Evropa po modernizon shumë mbrojtjen e saj. Po rrit investimet në industrinë e mbrojtjes. Tashi situata është bërë shumë kaotike. Këte flitet për paqen, kabala s'pranon paqe. Tua luftë bashkë me Kinën që po përpiqet ta tërheqë kabala. Nga ana tjetër Amerika i thot largo Kinën, i thot Rusisë dhe mos e ndihmo me burime energjetike që të forcojë ekonominë. Ne mund të lidhemi bashkë. Ndërkohë nga ngushtica e Beringut, ku është Alaska, këta kërkojnë të ndërtojnë tubacione gazi dhe nafte dhe një tunel të madh ku të lidhet Rusia me Amerikën. Pra, si mund të jenë zhvillimet, si e mendon ti, çfarë mund të ndodhë? Je dakord me këtë tablo, me këtë paraqitje që bëra unë? Besoj që po në pjesën më të madhe, po mendoja tani që po dëgjoja që duhet të fillojmë në këtë podcast të kemi edhe ca inserte të shkurtra. Se njerëzit do fillojnë ta kuptojnë shumë më mirë atë që ne themi, nëse u tregojmë një provë. Ke të drejtë. Dhe gjëja që po mendoja tani është një insert që e kam parë, pra një video e shkurtër që e kam parë në televizionin shtetëror turk, TRT, përpara 2 ditësh. Ishte një video e bërë pa dijenin e personit, i ulur në krah të tij me sa dukej, nga këndi i shikimit. Fliste ambasadori izraelit në Vjenë, në një takim me rreth të ngushtë me sionist. Ishin jo qytetarët e Izraelit, po sionist. Ti e di ç'do të thotë. Sionist janë fashistët e rinj praktikisht. Me i thartë çështjes politike të Izraelit. Ata që duan të bëjnë Izraelin e madh, duke e larë me gjak gjithë lindjen e mesme. Dhe pasi thoshte sa gjëra që sigurisht ishin të rënda të tmerrshme, po që i thon pothuajse të gjithë këta sionistët që janë sot në qeveri, pra që duhet të kesh të drejtë ta vrasësh edhe një të mitur dhe një 15 vjeçar, në qoftë se jenë në situatë lufte dhe ai mund të ketë një granatë apo një armë tjetër. Thoshte një gjë tjetër shumë të rëndësishme sipas mendimit tim. Thoshte do ta ndërtojë Europa gazën. Ta rindërtoj. Po mirë, le ta rindërtoj. Do ta shemin prapë nga e para. Po diskutohet tani plani që ti e the për rindërtimin e gazës, miliarda dollar, që do t'i paguajnë taksapaguesit. Se nuk do bien nga qielli. Jo, Egjipti ka thënë që i kemi në lek. Po taksapaguesit pra. Po, jo evropian. Taksapaguesit po them s'po i vë emër, qytetarët, njerëzit, ata që duan paqen. Kjo do bëhet me marrëveshje paqe, Izraeli do nënshkruajë që po pra dhe pasi ta nënshkruaj do ta shkel prapë siç i ka shkelur gjitha marrëveshjet. Mirë. Po ai shkel Izraeli marrëveshjet e Oslos. Duhet të ketë garantor për ai shkel Izraeli marrëveshjet e Oslos. A e vrau kryeministrin që firmosi? Duhet të dalë Evropa garantore për marrëveshjen e paqes. Dhe nëse i shkel Evropa duhet Po pse Europa nuk ishte ajo që firmosi marrëveshje paqe në Minsk, Ukrainë, Rusi? Ka ndryshuar loja. Evropa s'ka më aleat dhe kërkon aleatët ku t'i gjej. Kush nuk do t'ja di fare. Dhe kërkon tash të bëj aleat arabët Evropa. Jo, më dashur, Europa vazhdon projektin e vet
të krijimit të një diktature pa kushtetut që është Bashkimi Evropian. Dakord, ato i kanë ata, po e kanë stopuar agjendën ata, sepse nuk e kanë stopuar, pse e kanë stopuar? Është etike tash mbi jetesa përballë tyre dy armiqve të mëdhenj që i krijovi vetë. Mbi jetesa e kujt? E popullit, punë e madhe fort për popullin. Jo, popullit, jo. Mbi jetesa Kabalet o vëlla. Kabala është në rregull i dashur. S'është në rregull Kabala, ja ta them unë. Kemi thënë këtu në këtë emision që Trumpi duke mos dashur të bëj luftë, duke mos pasur në plan të bëj luftë në 4 vitet e ardhshme, nuk do që Amerika të shpenzojë në blerje armatimi, në porosi tek kompleksi industrial ushtarak. Është BE-ja që do t'ja blej. Italianët po bëhen xheloz sepse është një kompani gjermane, një farm Rheinmetall, që qen nga prodhuesi më i madh i armëve në Europë. E po thonë që këto 800 miliardët që do krijojë tani skemën e financimit Ursula von der Leyen, në fakt janë injeksion kapitalin në ekonominë gjermane. Po ai është prodhuesi më i madh në Europë, jo në botë. Prodhuesit më të mëdhenj në botë janë gjithë në Amerikë. Pra, Europa do shtrydhet, do t'u marrë më shumë para qytetarëve të vet për t'ia çuar industrisë armëve të Amerikës. Një ndor. Tjetra, si ka mundësi që në vjeshtën e vitit kaluar, kur nuk dije do ishte Trumpi apo jo presidenti, nuk dije. Nuk do lejoj Trumpi që industria kompleksi ushtarak në Amerikë të shes armë Evropës. Do ta lejoj. Sepse Trumpi e mendon që mund të hyjë në luftë me Evropën nëse ai sulmon Kanadën. Do ta lejoj dhe këtu do jemi që do ta lejoj se nuk ka rrugë tjetër. Trumpi nuk mund të shpallë luftë. Vetëm degët e kompanisë qendrore atje që mund të jenë jashtë Shteteve të Bashkuara, që janë këto Northrop e këto, mundet që të... Unë them që do ta lejoj sepse është një mënyrë për të amortizuar pakënaqësitë që lobet e caktuara kanë kundër Trumpit. Dhe lobi ushtarak është një nga më të fuqishmet. Nuk mund ta bësh armik se ti thuash që unë s'do të blej ty armë, por nuk do të blej askush ty armë 4 vitet e ardhshme është i shpallës luftë, nuk e bën dot atë. Po ti marrim me radhë, pra në vjesht ka pasur projekt ligj në parlamentin italian për 2 gjëra shumë të rëndësishme. Krijimin e ushtrisë evropiane të centralizuar, pra jo një koalicion shtetesh, po një ushtri unike me një komandë qendrore, dhe është rihedhur dhe vazhdon të rihidhet në mënyrë ciklike çdo 3 muaj për diskutim, heqja e të drejtës vetos që kanë vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë as më shumë as më pak përfundimi i projektit të krijimit të një shteti diktatorial që vendos pa i pyetur popujt, 27 popujt që kanë në varësi. Dhe kjo ka qenë... Këto janë diskutime, sepse këta thonë... Mirë, pra, po kjo është përpara Trumpit. Ose të heqim disa vende që me anë të vetos që nuk janë në kulturën e perëndimit, të heqim to Bullgari, Rumani, këto që kanë hyrë në BE, dhe të mbajmë vetëm këto shtetet e perëndimit që kanë qenë të para, 12-15 shtete, dhe këto unifikohen shumë kollaj për të votuar. Ose do t'i mbajmë këto, po do heqim veton. Po pra, unë them që ata shkojnë drejt heqjes vetos, sepse ata duan ta zgjerojnë më tej Bashkimin Evropian. Ata duan Gjergjinë, Moldavinë dhe Ukrainën. Ju duhet gjaku ton të çojnë. Por nuk duan më që populli të ketë drejtë fjale. Po. Sepse 720 deputet Parlamentit Evropian nuk kanë të drejtë të bëjnë nisma ligjore, kanë të drejtë vetëm të votojnë pro kundër ato që i sjell komisioni. Dhe çfarë po bën komisioni? Që është qeveria praktikisht e Bashkimit Evropian. 800 miliard dollar për mbledhje armësh nuk dëshiron ta çojë në parlament për miratim. Ursula von der Leyen thotë kjo është emergjencë, do ta bëjmë ne. Si që ka emergjencë? 800 miliard është që deklarohet zyrtarisht se është më lart, më beso. Jo, mirë, kjo është vetëm njëra paketë. 2 trilion dollar, po armatoset shumë Evropë. Jo, do hidhen miliarda, kush po thotë? Edhe triliona. Po 800 miliard është vetëm kjo paketë e parë që kërkon Ursula von der Leyen. Nuk ka transparencë edhe nga buxheti i vet. Nuk ka transparencë për armatimet tash në Evropë. Do gënjejnë, do thon pak, po do jenë shumë. Po dhe çdo qeveri do paguajë më vete, veç asaj që do të fondi evropian. Do jepen borxhe, deklarohen se pastaj ata do hedhin edhe jo borxh, do hedhin shumë lek nga tyret, sepse kastriot, leku që ekziston në botë është leku i prerë 15-20 vitet e fundit. Se aq jepet kredi, se ajo jepet o qeverisë o bankave, dhe ato duhet ta rikthejnë, dhe ato që rikthejnë çdo vit ato, ata e marrin e fusin për magazina dhe është lek aktiv ai. Dhe janë magazina të tëra që janë lek të kontabilizuara, dhe këta ju japin borxhe qeverisë, po deri atje ku mban, kur kalon borxhi 150-200%, këta kanë frikë me të japin borxh pasaj dhe fusin lek të tyre pasaj. Kupton? Se është luftë për jetë apo vdekje, ata po humbën luftën, po ata këto 2 vjet kanë jetë. E di pse? Se mbas 2 vjetësh Evropa ka zgjedhje në vendet kryesore më të mëdha. Dhe ata e dinë që efekti Trump
do t'i spostoj votuesit drejt partive të djathta që janë kundër kabalës. Dhe kabala del nga loja dhe këto 2 vjet, deri në vitin 2027, ata do përpiqen të hapin luftra dhe të mundin armiqtë. Por në radhë pari duhet që popujt evropian të rrinë në urtë dhe të pranojnë riarmatosin e Europës. Po u mbyll konflikti në Ukrainë, Këto 2 vjet. po jo, tani këtë sekond që flasim, nëse mbyllet konflikti në Ukrainë, bie arsyeja për armatosjen e Europës. Nuk mbyllet konflikti në Ukrainë. E di që nuk mbyllet, unë po them sikur të mbyllet. Pra pse janë ata kundër? Pse Bashkimi Evropian po bën çmos që Trump të dështojë në nismë që ka marrë për paqe? Sepse po u mbyll konflikti me Rusinë, bie e gjithë filozofia më thonë se që është një gënjeshtër e madhe e politikës jashtme të BE-s, që thotë kërcënimi jonë është Rusia. Po pora kërcënimi i Rusisë bie arsye për armatosje. Atëherë duhet rritë të merren me ekonominë, jo të flasin pallavra kot, po na shkatron Trumpi se po vë tarifa. Po ti që i vure tarifa Kinës pse ja vure? Për të mbrojtur tregun tënd, sepse kuptova që po dështonte industria e makinave elektrike. Po dhe Amerikës i kanë vënë tarifa evropianët. Po. Në shumë mallra ka tarifa Amerika, po. Te makinat më kanë 10%. Tani Trump po përgjigjet me 25%. Dhe bilanci tregtar USA Evropë ishte në favor të Evropës. Po. Për shkak të tarifave që i kishin vënë mallrave amerikane. Dhe ai vuri tarifa. Si të duket kjo politika merkantiliste e re, domethënë në ra ajo politika e globalistëve për të sunduar botën, që ishte një nga armët më të forta, ishte OBT, Organizata Botërore e Tregtisë, me këtë akronimin shqip, dhe këta luftonin kudo që çdo shtet, ashtu si dhe ne, të ishnin tarifat mbrojtëse për mallrat e tyre të prodhuara brenda vendit dhe të hapnin tregjet dhe këtu fitonte sigurisht ai që biznesi i madh, që dikur e quanim shumë kombësh, tani e quajmë global. Ulën kostot për shkak të asaj që quhet ekonomia e shkallës. Kur ti prodhon shumë mollë, për shembull plantacione tëra të mëdha, dhe unë kam vetëm një parcel të vogël, unë kam kosto më të larta për të prodhuar atë parcele. Jo, dhe po mos i ke mund më të larta, ty ta lejon xhepi që të më shkatërrosh mua, të nxjerrësh nga tregu duke më ulur çmimin. Shes një vit me humbje unë, të nxjerr nga treja dhe po. Janë edhe këto. Dhe fillimi këtyre politikave merkantiliste ka filluar të tronditë edhe tregun e brendshëm amerikan, sepse kanë rënë shumë çmimet e aksioneve në bursë, dhe Trumpi është shqetësuar dhe i uli ato tarifat nga 25% me Meksikën dhe Kanadan, i uli i bëri gjysmë për gjysmë, i bëri nga 12%, ndërkohë këto përgjigjen e këto me 25%, sapo Trumpi futi tarifat tregtare, dhe duket sikur domethënë ka një tronditje në ekonominë amerikane. Unë mendoj që ai është efekti i parë momental, për shembull mbrëm po dëgjoja që Ferrari, meqense është vendosur 25% tarif në Shtetet e Bashkuara për makinat e importuara, ka vendosur rritje çmimi me 10%. Edhe komentatorët me drejt po thonin që një njeri që blen Ferrari nuk e ka shumë problem se nga 300.000 do paguajë 330.000. Dhe sigurisht këtu nuk bëhet fjalë për Ferrarin, se nuk është Ferrari malli që fut në krizë familjet apo ekonominë amerikane. Por në një plan shumë më të thjeshtë brenda këtij viti, ne do të shikojmë që ekonomia amerikane do të ketë një rikthim tek prodhimi i brendshëm, siç ka pasur edhe gjatë Trumpit të parë. Se disa tarifa i ka vënë edhe Trumpi i parë, aluminin, hekurin, çelikun, jo hekurin, s'u shpëra gabim, e ka pasur tarifën dhe atëherë. Dhe dha efekt. Ekonomia amerikane ishte në rritje derisa filloi Covidi. Kështu që unë besoj që edhe këtë herë Trump do ta bëjmë madje këtë herë më i vendosur. SBA po konsideron seriozisht daljen nga Organizata Botërore e Tregtisë, i ka ndërprer financimin, pjesën e vet që i jepte deri dje. Prej vitesh ai komisioni i arbitrazhit, që nuk e di tamam se si quhet, që ka Organizata Botërore e Tregtisë, që merret pikërisht me zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për tarifat saktuara mes 2 apo më shumë shteteve, nuk funksionon, sepse Amerika nuk ka deleguar gjykatësit e vet. Ndjes, dhe unë e shoh këtë në vazhdën e tërheqjes së Trump nga të gjitha organizatat ndërkombëtare që ai konsideron vegla në duart e elitës. U tërhoq nga OBSH-ja,
u tërhoq nga protokolli i Parisit për klimën, do tërhiqet Për herë të dytë. dhe këtu do jemi që do tërhiqet edhe nga Organizata Botërore e Tregtisë. Po patjetër, derisa ka Sepse vendosur do të thotë gjithë botës, jeni qeveri të zgjedhura në mënyrë nacionale, hajde luani secili si lojtar që profeson popullin e vet, edhe kush është i Zoti le të fitojë. Po. Ndërkohë nuk e di Kastriot i ke dëgjuar to lajmet e këtyre rrjeteve jo zyrtare, siç jemi ne, të cilat janë shumë të fokusuar. Unë kam dëgjuar disa podcaste indiane, të cilët flasin për një konflikt të madh brenda Partisë Komuniste Kineze dhe pjesë ushtarake të ushtrisë së Kinës, ta generalët e mëdhenj, këta ministri i mbrojtjes, një pjesë të cilëve janë zhdukur nga skena fare, mund të jenë eliminuar, mund të jenë vrarë nga Gzia, dhe së fundmi është goditur dhe ky generali që kishte marrë përsipër monitorimin dhe stërvitjen përballë Tajvanit dhe mund të ishte kreu në qoftë se do kishte operacione, kreu ushtarak që do drejtonte luftën në Tajvan. Dhe ky është arrestuar krah kolegëve të vet ministrit të mbrojtjes të Kinës dhe ka filluar një luftë e madhe dhe flitet që mund të ketë një grup shteti kundër Xisë në Kinë. Nuk e di, je ndonjë çik jashtë zyrtari që Jo, jam fare i pa informuar. Mirë, po, kështu që më mirë më informativ. Po, në lidhje me protestat e mëdha në Turqi, si mendon, janë thjesht kështu siç duken apo mund të ketë nga mbrapa një dorë shumë komshe ose e veçantë që i organizon për të rrëzuar Erdoganin? Dhe po nga përvoja e dim që ka gjithmonë një dorë amerikane pas. A mendon se mund të ketë një mundësi që aleati i Izraelit, i cili e ka halë në sy Turqinë aty ku i ka dalë përballë në Siri, Greqia mund të përdor në rast të ndonjë fuçi kundër Erdoganit ose vdekja e tij, vrasja ose elmimi ose eliminimi, se ka rrjete që flasin për këtë që Erdogani shumë shpejt do të bjerë, madje ministri i financave. Tha dhe Zelenski do vdes shumë shpejt Putin edhe do mbaroj konfliktin me Rusinë, që është një idiotësi e dyfisht. Ekzistojnë këto fjalë që po të them dhe ka shumë mundësi që në rast se Turqia kalon në kaos, Greqia ta sulmoj Turqinë dhe të hapë një luftë ku nga ana tjetër do ta godiste dhe Izraeli, një Turqi të dobësuar dhe në kaos. Greqia të sulmoj Turqinë. 2 vendet anëtare të NATO-s po thua. Po NATO është prishur, s'ka më NATO. Zyrtarisht NATO është akoma në fuqi. Nuk ekziston më NN5 që në rast se sulmojnë një vend ose... Jo, NN5 ekziston, thjesht janë bërë ca interpretime sipas të cilit ai nuk është detyrues si ne. Dhe Amerika nuk është më në NATO, tash NATO do të jetë NATO evropiane vetëm. Nuk do të ketë me Amerika. Ajo NATO europiane do kohë të bëhet, po unë nuk e besoj se Greqia ka kaq guxim të luajë me Turqinë. Nga 100.000 ushtarë që ka pasur në Evropë, i kanë ngelur 70.000 dhe është duke i tërhequr. Dakor, po politikisht është ende antare e aleancës edhe është e angazhuar që të mbrojë nëse njëri nga antarët e aleancës sulmohet. Në rast se ndodhin këto gjëra, 2 vendet në NATO-s hyn konflikt njëri me tjetrin, atëherë po NATO është de facto dhe de jure e mbaruar. Unë nuk e besoj se ndodh. Geopolitikisht ndodhin këto skenaret e frikshëm që ne treguam që Evropa të hyn në luftë në fillim me Rusinë, pastaj edhe me Amerikën. Ja, unë s'besoj që do ketë luftë Rusia-Europë. Mendon që mund të ketë një dorë që organizon këto dhe të gjithë janë bashkë që të bëjnë depopullimin, të fusin territore gjithë të rinjt. Unë u thirrje gjithë shqiptarëve të kenë kujdes dhe të mos i lënë fëmijët e tyre të mobilizojnë dhe të çojnë për këto territore të mëdha, nëse ndodh ndonjë gjë. Unë ja kam thënë dhe herë tjera, ruajini fëmijët në rast se ndodh ndonjë gjë, mbathjani dhe fshihuni në përcepat e atdheut tonë të dashur. Fëmijët ruajni dhe mos i dërgoni në këto skenar ku fitojnë vetëm pak veta dhe ne paguajmë gjën më të shtrenjtë jetën e fëmijëve tanë. Unë nuk besoj se do të ketë kurrë luftë bëje Rusi. Von der Leyen e di shumë mirë këtë gjë, po von der Leyen thjesht po gënjen që të marr financimin e armatimit. Kush është kjo von der Leyen, më fal se nuk e Laja. Çfarë është kjo? Kush e pyet? Pyesim. Kush e pyet? Kjo është një plesht i vogël kështu. Ja shtypin kokën në sekond.
Kush e pyet atë, ajo është thjesht një speaker e lajmesh. Shiko, ne bijem dakord që von der Leyen është e kontrolluar nga një lob financiar. Patjetër. Ata janë qiton ata bën ajo. Po dakord, për këtë s'kemi debat. Por që do të ketë luftë Rusi BE nuk do të ketë kurrë sepse do ishte fundi i botës. Po këtë po them pra. Luftë nuk do ketë. Lufta do përdoret s'është fundi i botës, është një luftë krime, janë bërë luftra të tjera pafund në Evropë. Po s'është e njëjta gjë si lufta e Krimes që ishte 2 orë. Që nuk u vras kush. Zgjati 2 vjet, vëlla, jam vrarë 1 milion e sa ushtar. Për cilin vit po flet? Për cilin luftë të Krimes? 1854. Mirë, dakord. Kuptova se po flisë për 2014-ën. Prandaj thash 2 orë nuk u vras. 13.000 britanik. Po dakord, janë vrarë 600.000 ushtar rus. Po mirë, më ka pasur luftë dhe në luftën e dytë botërore e sulmuar Rusia, atë e dim. Unë po them nuk ndodh më, në momentin që të dy palët kanë armë bërthamore, nuk ka luftë BE Rusia. Por mos është në skenar dhe kjo përdorimi unë dyshoj se mund të ketë konflikt në Armeni, mund të ketë Moldavi. Është Moldavia shumë e rrezikuar me këto që po ndodhin tani. Turqi, Greqi nuk e shikon si rrezik këtë fare. Shiko, Greqia mund të ketë ëndra sa të dojë për shpërbërjen e Turqisë, por nuk ka forcë. S'është Greqia këtu. Nuk ka forcë, por nuk e bën dot, nuk ka forcë. Nuk ka forcë mendoj unë ta bëj. Greqia është lojtar i dobët. Izraelit po. Izraeli duhet të kesh frikën gjithmonë. Gjithmonë në çdo kohë. Po hap një luftë, fillojnë në aleatët me njëherë në lojë. Po të them një fjalë për këtë Zelenskën, më që na u kujtua këtë hajvanin që ka thënë do vdesi Putini dhe do mbarojë. Kur e ka thënë këtë? Në fillim atëherë kur filloi. Dje. Po mirë më ti thuash, more. Domethënë se varet sa budalli ka që e besojnë akoma Zelenskin. E para njëherë që nga smur se kanë kaq kohë që thonë është smur Putin. E pse? Se është fryrës, buha vitur në fytyrë. Pralla me mbret. A thua se nuk është 2 vjet që thonë jo lëvizi dorën, ish mbuluar me batani, jo gënjeshtrën ato. Jo, lëvizi këmbën me nervozizëm kur fliste me Shoigun. Unë jam tallur me ose kapi tavolinën dhe nuk e lëshonte. Edhe çfarë po jam tallur me këto budalla që kanë 3 vjet. Po ta zëm se është smur. Ta zëm se edhe vdes më nesër. Vdes putinizmi vëlla atje. Eksakt. Se të njëjtën gjë do të thoja edhe për Erdoganin. Ja dhe u vra Erdogani. I bën një atentat. Kalon në kaos për momentin. Jo, më nuk kalon fare në kaosit shfrytëzohet. Po jo, më sepse është krijuar frymë erdoganiste. Ore ka sa patriot turq vëlla që duan Turqinë vend të tyre dhe që duan të vendosin ata për Turqinë. Jo të vendosin George Soros me Fethullah Gülenin. Dakord jam, po ka dhe shumë njerëz që janë të parë. Dhe kjo është edhe me Putin. Duhet dishin që në Turqi vëlla Turqia është si një shtëpi pa penxhere që thryn tëra errat nga të gjitha anët dhe aty ka rryma dhe shoqëri sekrete pa fund në Stamboll. Po dakord, po ja që ka treguar që të gjithë kanë ato të tyre, sigurisht është edhe ky lobi fuqishëm nacionalist. Po ka 20 vjet që erdoganizmi është filozofi bizotruese. Po dhe tashi për tashi njeriu më i fortë është ministri i jashtëm. Ky thua emrin se harrova. Kush e bën më? Shiko Cako, edhe për Trumpin, vetë George Soros ka dalë në konferencë dhe ka thënë që është një aksident për Trumpin e parë. Është një aksident që do mbarojë shpejt dhe Amerika do të kthehet në trasën që kishte. Dhe ishte deri diku e vërtet, në sensin që pa Trumpin, po ta kishin vrarë ta zëm në mandatin e parë, Amerika do ishte business as usual, do vazhdonte të gjithçka si më parë. Ajo që kishte qenë me Obamën edhe me Bidenin. Sot nuk e thua dot. Sot nëse vdes Trump apo mbaron mandati i Trumpit pas 4 vjetësh, askush nuk mund të thotë që është e sigurt që do kthehet Amerika atje ku ishte, sepse është krijuar Trumpismi si frymë. Po Trumpi është përfaqësuesi i një grupi të madh që pra, kush ka drejt këtu? Ka drejt Steve Bannon, i cili që në 2014 ka thënë që Trumpi do të jetë në jetën tuaj. Jo, Trumpi do të jetë në jetën tuaj në 30 vitet e ardhshme. Dhe që Trumpi nuk e besonte, thashë çfarë është ky i çmendur që më ngre mua kaq entuziast po për mua. E ka thënë disa herë. Mirë Kastriot, unë them që ta mbyllim këtu sepse edhe koha është duke përfunduar për emisionin që kishim caktuar. Edhe një herë dëshiroj t'i kujtoj jo ata dy thundrakët që kanë rastësisht, u kam thënë gjithmonë, ata që kanë gisht një klik dhe bëheni subscribe. Ju fitoni, ne fitojmë, sepse kemi dhe ne benefitet tona nga YouTube-i, sepse po mos kesh 10.000 abonent,
është e vështirë të edhës copat shkurtra në YouTube. Dhe kjo na pengon. Kështu që ju na ndihmoni dhe ne ju ndihmojmë, sepse ju vjen një notification atje dhe juve me njerë, tak, kur jeni të përgjumur, ju del gjumi me njerë dhe thoni, dale, se ka edhur diçka podcasti okult që avlen ta shikojmë, çfarë do shikoni, çfarë do dëgjoni. Fjalët e arta që shkruhen në karta, këto që i kemi ne këtu në podcastin ton. Natën e mirë dhe mirupafshim në emisionin e radhës.